Qa është ky insistimi i VV-s? Qa është ky insistimi i VV-s me peshku në votë LDK-s? Po më intereson, ku është domethënë thelbi i këtij? Do shta e ka përgjigjen zoti Kajtazi. A ka të bëjë me lëvizjen e VV-s në Kosovocentrizëm? E pra marrja e kësaj vote, pra me artë që ajo zona që aty apo elektorale më të madhe. Po se ka bre, e treta është. Se mi marrë minutat e mi. Se në krejt partit politike dhe në listën e vetëvendosjes ka njerëz të mirë, ka njerëz me vlera, ka njerëz të ditun, ka njerëz mendoj të pastër. Po duke qenë se janë pjesë e një subjekti politik që për 6 vjetë kanë shkaktu kaq shumë dame venit, më duken të verdhë. Dhe në kështu t'irritojnë veç fakti që ishe aty. Se si mund t'jenë njerëz normal me qenë kuvend Kosovës si makineri votuse në një subjekt politik tu e ditë që damet që janë të jashtë shkaktu këti veni. Unë e kështu i gjykoj këta njerëz të cilët janë egoistë të mërshëm, nuk kanë guxim, për me i thonë një herë të vetë me Albin Kurtit, nalë, se që kjo punë nuk është mirë, që kjo vend nuk është në rrugë të mirë. Funksionimit, se ata që i kanë thënë, jo, ose s'mundet, ose s'jemi makim votuese, kanë zgjedhur dalin. O mirë, kanë zgjedhur dalin, unë menoj se edhe të tjera. Ose edhe që i kanë shumë mesazhe Viber për mi kallëzu, çka është? Si ishte kjo? A shkruan më dikush në grupet Vajderit ashtu? Për këtë arsye, unë kam problem me konceptin, kam problem me idenë që përfaqësojnë këta njerëz. Unë po shoh që po e kritikojnë shumë Dimajl Bashën, profesori pak më herët. Po në fakt Dimajl Basha përfaqëson Albin Kurtin, përfaqëson Donika Gërvallën, përfaqëson frymën e tyne që e kanë në raport me UÇK-n, me të akuzuarit në Hagë. Dhe me thonë nuk dallon ky, përveç se ka qenë majzdërvjelt dhe ka ba dhe punime shkencore për ta dëshmu kriminalitetin e UÇK-s. Pra për këtë arsye unë i gjykoj fort rënd këta njerëz që janë pjesë. Shkencore ke pa nevojshme. Shkencore ke pa nevojshme. Arsova shkenstore. Arsova shkenstore. Po, edhe punim të publikum ka. Po veç për atë pjesën e vetë është i vetë dikshëm që është shkruar. Ka punime shkencore. Shkenstari i parë që ka kërkuar nga krijimi i tij, shkencor ti tërhiqet emri. Ku e ka pasur... Tani, kur i nënshtrohet në retushu krimtarin. Kur i nënshtrohet një presioni publik, atëherë është tërheq, po unë mendoj se Zoti Basha dhe plot aty mendojnë shumë ma keq se sa atë që ka shkruar Zoti Basha në të ashtu quajturin punim shkencor. Prandaj unë nuk e di pse këta njerëz me vetëdijet plot i bashkohen në subjekti politik që është të rënu këtë vend. Ne jemi në buzë të ekzistencës se raporteve tona me aleatët tanë. Ka pjesë që s'ka mundur gjejnë vend pune... Dhe në fund Adriatik, të përgëzoj që ke arrit mi majtë krejt panelistat se studio tjera, Bajagis Braz kanë bërë. Ka kontribuar kjo studio shumë. Kemi plane tjera. Ose nësë jemi shojmë prilin, më thonë marsin prilin. Ose s'na kam bo oferta, se si jemi interesant. Oferta kam pas, po... Ta konfirmoj.